Mos u lani çdo ditë, ja sa e dëmshme është kjo për lëkurën. Në lidhje me fenomenin se sa herë duhet të laheni në javë, ekzistojnë këndvështrime të ndryshme. Në varësi të flokëve dhe llojit të lëkurës, disa mund t'i këshillojnë të bëni dush çdo ditë, pasi i bën mirë lëkurës ose në të kundërtën, nëse lëkura juaj është tepër e ndjeshme. Të bërë dush më shumë se sa duhet mund të shkaktojë efekte negative të flokët, siç mund të jenë dëmtimi i majave, ndërsa përdorimi i tepërt i produkteve kozmetike mund të grumbullojë gradualisht një tepritje kemikalësh të dëmshme. Sipas një sondazhi të realizuar vitin e shkuar, 4 në 5 femra nuk lahen çdo ditë, ndërsa një pjesë deklaruan se mund të qëndrojnë më shumë se 3 ditë pa bërë dush. Një tjetër studim realizuar nga shkencëtarët e Universitetit të Manchesterit, Edinburghut dhe Lancaster dhe Southampton dolën në konkluzion se 3/4 të intervistuarve bënin dush të paktën një herë në ditë, por sipas ekspertëve ju nuk duhet të bëni më shumë se 3 herë në javë dush dhe sidomos nuk duhet të laheni me ujë tepër të nxehtë.